Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të bëjë pazare me drejtësinë, duke dorëzuar zëvendës kryeministren për të shpëtuar veten dhe bashortin e tij Linda Rama nga hetimi. Në konferencën për mediat, lideri i opozitës denoncoi përpjekjet e kryeministrit për të negociuar me drejtësinë pas skandaleve korruptive që kanë përfshirë qeverinë e tij. Edi Rama ka bërë ditë të tëra negociata sekrete të fshehta për lëkurën e tij dhe të bashortës tij në shkëmbim të lubis. Po nëse një marrëveshje e tillë arrihet, ky do ishte kapitullimi përfillimtar i drejtësisë. Se Lubi Balluku ka shkel ligjin dhe ka vjedh, por gjithçka ka bërë, e ka bërë me urdhër të Edi Ramës dhe si aksionere me Edi Ramën. Kreu Demokrat u shpreh se zvarritja prej 2 muajsh e mbledhjes së Këshillit të Mandateve i dha mundësi Belinda Balluku të shkatërrojë dokumente zyrtare që e implikojnë dhe të kërcënojë dëshmitar të çështjes së saj. Shtytje me të cilën Lubis ju dha mundësia të shkatërrojë mira dokumenta, të kërcënojë me 10 dëshmitar. Komshia thot prej 4 ditësh nuk e kam pa, edhe prapa diellit po të shkosh, do të të gjejmë dhe do të sjellim në Shqipëri. Prandaj mos tento të largohesh nga Shqipëria. Berisha deklaroi se kryeministri po harxhon 30.000 euro për të fluturuar me helikopter në një kohë kur qytetarët janë të bllokuar për televizor për shkak të shembjeve të rrugëve në juglindje të vendit. Shemën rrugët në të 4 anë të vendit, kurse vet Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. Helikopteri Tiranë-Korçë shpenzon 15.000 euro, 30.000 euro. Bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjuajnë me domate dhe vezë. Në prag të protestës së 28 shkurtit, lideri i Partisë Demokratike paralajmëroi për shkallëzim të kryengritjes paqësore të opozitës. E shtuna është dita e kryengritjes paqësore, qytetarët mezi e presin për të shprehur zemrimin, revoltën e tyre, urrejtjen e tyre ndaj hajdutëve, nuk do jetë e llojit të atyre që keni pa. Tani kryengritja kalon në fazën e diversifikimit të aksioneve dhe veprimtarisë saj. Berisha e mbylli konferencën për mediat duke dënuar dhunën brutale të policisë në protestën e 20 shkurtit dhe i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të ndërpres sulmet ndaj selisë së Partisë Demokratike.